Mirëmbrëma, mirë se vini në ora e fundit. Le të shohim fillimisht disa nga ngjarjet kryesore të ditës. Një aksident me vdekje ka ndodhur mbrëmjen e të premtes në autostradën Thuman-Laç. Një makinë tip Audi me drejtues një 21 vjeçar ka goditur për vdekje një këmbësor. Viktima ka tentuar të kalojë nga njëri krah në tjetrin, ndërsa është përplasur nga automjeti. Këmbësori ndroi jetë në vendngjarje për shkak të plagëve të marra dhe policia ka ndaluar drejtuesin e automjetit, ende nuk dihet identiteti i viktimës. Ndërsa një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Vlorë, një nën 35 vjeçare e alkoolizuar ka përplasur në tokë fëmijën e saj 5 muajshëm. Ngjarja ka ndodhur vetëm pak orë më parë në lagjen Pavarësia të Vlorës, ku nëna në kushtet e dheur nga alkooli ka përplasur disa herë në tokë në trotuar foshin e saj. Forcat e policisë kanë ndërhyrë për t'i marrë fëmijën dhe ajo ka kundërshtuar me forcat e policisë, ndërkohë që fëmia është shoqëruar në spital dhe sipas policisë në sipërfaqe fatmirësisht nuk ka patur dëmtime, ndërkohë që po i bën një skaner për të parë organet e brendshme. Nëna e alkoolizuar është shoqëruar në polici dhe po merret në pyetje ndërkohë që është e divorcuar. Ndërsa po në qytetin e Vlorës, në zonën transbalkanike, një 34 vjeçar nuk i është bindur urdhrit të policisë duke shkaktuar disa aksidente zinxhir. Në përpjekje për t'u shmangur ndalimit, mjeti tip ML ka përplasur disa automjete, përfshirë edhe një mjet të policisë së Burgjeve, të cilin e kanë nxjerrë nga rruga. Mjeti ML dyshohet se ka goditur edhe 2 posobllogje policie gjatë tentativës për t'u larguar, duke shkaktuar panik dhe kaos në rrugën transbalkanike, një prej zonave më të frekuentuara në qytet. Si pasojë e aksidentit, kanë mbetur të plagosur lehtë 2 efektiv policie, të cilët janë dërguar menjëherë në spital për trajtim mjekësor. Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në polici, bëhet fjalë për një 34 vjeçar i cili ka rezultuar në gjendje të dheur. Lojtari i ekipit të flamurtarit Sodiq Atanda është sulmuar për t'u grabitur në Vlorë. 31 vjeçari është dërguar në spitalin e Vlorës pasi ka marrë plag me thik në dorë. Policia ka identifikuar autorin, bëhet fjalë për një 21 vjeçar, i cili dyshohet se vuan nga problemet të shëndetit mendor. Futbollisti 31 vjeçar ka bërë kallëzim në komisariat pas marrjes së mjekimit në spital. Mirë, do flasim për të tjera zhvillime. Është hapur tuneli i Murizit, duke përfunduar kështu rrugën e Arbrit, e cila lidh Tiranën me Peshkopin dhe më pas edhe me Dibrën e Madhe apo Shkupin. Rruga e re shkurton kështu së paku me 3 orë distancën nga kryeqyteti në Dibër dhe tashmë nga Tirana në Peshkopi, distanca përshkrohet për rreth 90 minuta. Kryeministri Rama dhe zëvendës kryeministre Belinda Balluku kaluan tunelin, ndërsa në të dyja dalit e tij u pritën nga banorët të zonave që lehtësohen së tepërmi nga kjo rrugë e re. Tuneli i Murrizit, pjesë e rrugës së Arbrit që lidh Tiranën me Dibrën, është hapur për qarkullimin e automjeteve. Kreu i qeverisë Edi Rama dhe zëvendës kryeministrja Belinda Balluku inspektuan përfundimin e punimeve. Zëvendës kryeministrja njëherë është ministre e infrastrukturës, e cilësoi tunelin e Murrizit një vepër arti të derdhur në hekur, e cila përmbush të gjitha standardet. Deri sot hapet tuneli i Murrizit prej 3.8 kilometrash i gjatë, është plotësisht i përfunduar në gjithë komponentët e tij. Domethënë dhe ana ndërtimore dhe elektromekanike, gjithçka është funksionale, kemi bërë testet mbrëm deri natën vonë, nga ana tjetër edhe trupa e policisë rrugore e ka marrë tashmë detyrën për monitorimin. Gjithashtu këtu ndodhen të vendosura njësitë e zjarrfikseve dhe gjithçka është ashtu siç duhet. Në krahun ton të djathtë kemi tunelin paralel që është tuneli e emergjencës. Sipas kodit rrugor, çdo tunel mbi 500 metra ka nevojë që të ketë tunel e emergjencës, ka 11 hyrje dhe dalje tuneli e emergjencës. Kryeministri Edi Rama nuk kurseu ironit për kritikat e bëra ndaj këtij projekti. Tani duhet bërë edhe Magjellar Peshkopia dhe nga Tirana ke shkallët ka strita, ke legjendarja strita Demi. Magjellar Peshkopi mbaron në prill. Po, do mbaroj në prill. Ne atë se nuk besojnë ata, thonë jo, po pritë, se ta lejnë tash se e kanë për zgjedhje.
Përfundimi i rrugës së Arbrit dhe hapja e tunelit të Morrizit shkurton kohën e lëvizjes nga Tirana në Dibër me gati 3 orë, nëse e krahasojmë me periudhën kur ky segment nuk ishte i hapur për qarkullim. Përfundimi i punimeve në tunelin e Morrizit e bën të aksesueshëm të gjithë rrugën e Arbrit, një nga segmentet kombëtare më të rëndësishme, e cila do të nxjisë rritje ekonomike të zonës dhe sektorit turistik. Në total, rruga e Arbrit ka një gjatësi prej 74 kilometrash dhe do të lidhë Tiranën me Dibrën si dhe me veriun e Maqedonisë, Dibrën e Madhe, Tetovën dhe Shkupin. Rruga e Arbrit është pjesë e korridorit të 8 pan-europian. Mirë, do flasim për zhvillimet politike ku rebelimi i Dashnor Sulës nuk zgjati më shumë se 24 orë pas ftesës doktorit për reflektim, deputeti u tërhoq nga çadra një ditore e Lapajt. ABC News mëson se Sula nuk ka rënë dakord me Dyshen Lapaj Shabani për të futur në listë të sigurt një familjar të tij si garanci që njeriu i tij do të dorëhiqej e t'i jepte mandatin e deputetit. Me sa duket Sula po shkon sërish drejt prerjet të doktorit, krah për krah Nokës dhe Vokshit, më të uryerit të Shqipërisë siç ai veti quajti ata. Trim për vetëm 24 orë. Kaq shumë zgjati rebelizmi i Dashnor Sulës dhe ikja nga Bigu Blu i Sali Berishës. Pas ftesave të ëmbla të doktorit e thirrjeve për reflektim, deputeti vendosi të tërhiqet nga çadra një ditore me Adriatik Lapajn dhe Endrit Shabanin. Burime pra ABC News mësojnë se Sula dhe Shabani kishin arritur një marrëveshje paraprake për të futur emrin e tij në listën e hapur të Elbasanit, mes natën e 12 marsit, listë e cila u depozitua në limit në KQZ. Pas paktit të parë, Sula me Dyshen Lapaj Shabani janë thyer, pasi këta të fundit nuk i kanë pranuar një familjar në listë të mbyllur, si garanci që njeriu i tij të dorëhiqej e t'i jepte mandatin e deputetit. Dhe në listën e korrigjuar për Elbasanin, emri i tij është fshirë. Por nga tumori i politikës tek slogani Shqipëria bëhet e deri tek ka kohë për t'u menduar, Sula zgjodhi këtë të fundit dhe me sa duket po shkon drejt prehrit të doktorit. Krah për krah me më të urryerit e Shqipërisë, flamurnoka e Albana Vokshi, siç u tha vet ai. Por a do të pranoj Sula sheshin e burrave të doktorit, duke pritur radhën si më i votuari në primare, ndërsa konkurrent në këtë Big Blue do të ketë edhe zëvendësuesin e tij me eksperjenca të mëhershme, tenorin Armaldo Klogjeri. Big Brother Blue vazhdon. Por Sali Berisha premton se do ta rikthej platformën TikTok pas zgjedhjeve dhe me këtë moto ka ftuar të rinj dhe qytetarët në protestë ditën e shtunë. Por nuk është e qartë pse do protestoj Berisha, pasi ky rrjet social nuk është mbyllur ende në Shqipëri, edhe pse qeveria ka marrë vendimin dhe kishte paralajmëruar mbylljen këtë javë. Por Shqipëria do të jetë vendi i parë nga Ballkani Perëndimor që do të integrohet në Bashkimin Evropian. Komisionerja e zgjerimit Marta Kos ka zgjedhur të kalojë ditën e verës në Elbasan. Prej andej ajo thotë se Shqipëria do të jetë antari i 28 i familjes europiane. Gjithashtu Marta Kos tha se megjithse ka ende shumë për të bërë, Shqipëria po i realizon me shpejtësi të admirueshme detyrat e saj të shtëpisë. Në ditën e dytë të qëndrimit në Shqipëri, Komisionerja e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos vizitoi qytetin e Elbasanit, e cila ishte dhe kryeqendra e festimeve të ditës së verës. Ajo vlerësoi rrugëtimin e vendit tonë drejt familjes europiane, teksa u shpreh besim plot se nëse ecet me këto ritme, së shpejti Shqipëria do të jetë antarja e 28 e Bashkimit Evropian, duke lënë të kuptohet se vendi ynë do të jetë i pari nga Ballkani Perëndimor që do të integrohet në familjen europiane. Dje u takova me aktorë të ndryshëm dhe mund të them që Shqipëria ka ecur në mënyrë të mrekullueshme. Dëshiroj të përgëzoj të gjithë qytetarët shqiptar për gjithçka që kanë arritur. Natyrisht ka shumë gjëra për t'i përgëzuar, mirëpo duke vazhduar me këtë ritëm pune dhe me këtë pasion që po punohet, besoj që së shpejti, sepse ka ende shumë detyra shtëpie për t'u bërë. Po Bashkimi Evropian mos të jetë një shtet me 27 vende anëtare, por me 28, ku Shqipëria të bëhet pjesë. Komisionerja Kos garantoi dhe vijimsinë e fondeve europiane, kryesisht për projekte sociale. Do të përpiqemi që fondet që vijojnë, gjithashtu dhe projektet pasi secili prej tyre po bën një punë të mrekullueshme në fushën specifike. Mirëpo ai që ka më për zemër është projekti për të rinjt. Kos ju bashkua dhe atmosferës së festës duke vënë në duar dy verore, që siç thot ajo, njëra për t'i sjellë fat Shqipërisë dhe tjetra Bashkimit Evropian.
Kam dëgjuar se veroret sjellin fat. Kam vënë 2 sot, një për ju dhe një për Bashkimin Evropian, që të jenë fatësjellëse. Por dita e verës, me sa duket, ka zgjuar erët nga gjumi jo vetëm qytetarët e Elbasanit, por edhe Lulzim Bashën. Ai është shfaqur në qytetin e Festës me deputetët e tij dhe e ka quajtur Elbasanin qytetin e tij të dytë. Në Elbasan është shfaqur edhe Sali Berisha, i cili nuk ka evituar dot batutat për ish deputetin e tij, Dashnor Sula. Edi Rama këtë vit u ala festën e ballokumeve demokratëve, ndërsa vetë ishte në përurimin e tunelit të Murizit. Por Elbasani festoi sot ditën më të bukur të vitit, ditën e verës. Mira qytetarë në rrugë dhe sheshe morën pjesë në aktivitetet e shumta të kësaj dite të organizuara nga Bashkia e Elbasanit. Amvisat elbasanase përgatitën gatime tradicionale të kësaj dite, ndërsa në krye të tryezës qëndron ballokumja e festës. Një event emocionues roqi vëmendjen e qytetarëve, por edhe të adhuruesve të sporteve ekstreme gjatë aktiviteteve për ditën e verës në Tiranë. 2 sportistët e Red Bull, Senad Grosic dhe Jaka Remeç, dhuruan shfaqje spektakulare në sportin e BMX, ku sportistët treguan aftësitë e tyre të jashtëzakonshme dhe hedhjet e guximshme me biçikleta. Një shfaqje spektakolare pranë piramidës së Tiranës nga 2 sportistët e Red Bull, Senad Grosic dhe Jaka Remeç, dhuroi emocione të veçanta në ditën e verës në kryeqytet. Ky event emocionues tërhoqi vëmendjen e adhuruesve të sporteve ekstreme dhe spektatorëve, duke sjellë momente të paharrueshme për të gjithë të pranishmit. Bulevardi i Tiranës u shndrua në një vend të jashtëzakonshëm për këtë shfaqje BMX, ku Grosic dhe Remeç shfaqën aftësitë e tyre të jashtëzakonshme dhe hedhjet e guximshme. Të njohur për talentin e tyre dhe performancat emocionuese, këta atletë sfiduan kufit e gravitetit dhe treguan pse janë në majtë lojës së tyre. Senad Grosic, një emër legjendar në botën e BMX, ka magjepsur audiencat globalisht me truket e tij inovative dhe qasjen e tij të guximshme ndaj sportit. Kam lindur në Kroaci, por jetoj në Austri. Është hera ime e parë në Shqipëri dhe më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Këtë sport e kam filluar në moshë shumë të vogël, 11 apo 12 vjeç. Unë e dua sportin në përgjithësi, por BMX është diçka që më ka tërhequr shumë dhe jam dashuruar me të. Prej më shumë se 20 vitesh jam sportist profesionist. Këtu në Tiranë kam parë disa sportistë të BMX, dhe kjo shfaqja jon ndoshta do ta bënte më të njohur këtë sport në vendin tuaj, sepse përveç futbollit ka shumë sporte të tjera. Jaka Remeç, një yll në ngritje, sjell një stil të freskët dhe dinamik që plotson fuqinë e pionerit Grosic. Së bashku ata krijuan një shfaqje magjepsëse për të gjithë dashamirësit e disiplinave të biçikletave. Vi nga Slovenia. Këtë sport e kemi nisur në vitin 2012 kur isha 7 vjeç. Me kalimin e viteve më pëlqeu shumë dhe pastaj e mora më seriozisht. E dua shumë, është vërtet i bukur. Më çon në vende të mahnitshme si Tirana për shembull. Është hera ime e parë këtu dhe është vërtet një vend i këndshëm. Sot është dita e verës në vendin tuaj dhe është shumë bukur. Ka shumë njerëz këtu dhe atmosfera është vërtet e këndshme. Ky event ishte i hapur për publikun, duke mirëpritur të gjitha apasionuarit pas sporteve ekstreme, si dhe kalimtar të rastësishëm që nuk mund të rezistonin spektaklit në qiellin e hapur të Tiranës. Përveç performancës BMX, atmosfera festive e ditës së verës e bëri këtë aktivitet një nga më të veçantët e sezonit, duke treguar edhe një herë se sa e rëndësishme është kultura e sporteve alternative në jetën urbane të kryeqytetit. Me këtë performancë magjepsëse, Tirana shënoi një tjetër moment të madh për skenën e sporteve ekstreme në Shqipëri, duke frymëzuar brezat e rinj për të eksploruar pasionin e tyre dhe për të ndjekur ëndrat në botën e BMX. Mirë, me mua në një komunikim të drejt për drejt bashkohen 2 gazetarë të njohur, Fatos Mahmutaj dhe Flogert Muça nga Lexo.al. Fatos, Flogert, mirëmbrëma, është kënaqësi t'u kem drejt për drejt në ora e fundit. Bravo.
Fatos, dua që këtë diskutim ta nis me ty fillimisht. Pavarësisht se ende nuk është mbyllur në Shqipëri platforma TikTok, nesër Berisha ka thirrur një protest, në fakt me premtimin copy-paste të Trump, ai premton, le të themi, rikthimin e kësaj platforme pas 12 majit, pasi është i sigurt që zgjedhjet parlamentare do i fitojë ai. Por kush do protestoj nesër me Berishën, Fatos, për një gjë që në fakt ende nuk ka ndodhur, siç është mbyllja e platformës TikTok? Atëherë, desha ta nisja nga një detaj i pyetjes tuaj, përgjigjen time, në lidhje me fitoren e Berishës. Do zoti, inshallah nuk fiton si në 96-ën me 132%. Është në rregull. Ndërkohë, me TikTokun. Atëherë, do thoja që TikToku, platforma TikTok, është zgjidhja më e mirë që qeveria shqiptare bën momentalisht. Pra, duke mos arritur ta menaxhoj siç duhet, bën mirë ta mbylli, sepse TikToku në vetvete nuk është një platformë apo një aplikacion për qëllimin e keq. Të paktën atje ku është krijuar dhe përdorur në Kinë, është përdorur më shumë nga studentët për arsye studimore dhe për arsye informimi. Ndërkohë, në Shqipëri është keq përdorur dhe derisa duke mos pasur filtra, duke qenë se gjuha shqipe nuk njihet shumë nga këto filtrat elektronike, pra nuk është e në filtrat elektronike, atëherë është keq përdorur TikToku dhe qëllimi e ka humbur atë qëllimin informues, edukativ, apo çfarë mund të themi tjetër, dhe është përdorur për qëllime të këqija dhe kemi disa lloje krime të adoleshentëve kryesisht dhe të moshave, ato që quajmë moshat e papjekura, të cilët kanë arritur derisa kanë kryer disa krime. Gjatë kohës kur punoja gazetar në Shqipëri, duhet të ketë qenë rreth vitit 2007, kishte pak vite që kishte filluar Facebooku, do të kishte rreth 2-3 vjet që kishte filluar Facebooku, dhe diku në Kamës, në zonën e institutit në Kamës, një grup adoleshentësh ishin mbledhur bashkë në një banesë dhe bënin foto me Kalashnikov te koka njëri tjetrit. Pa dashje e shkrepi Kalashnikovin njëri prej këtyre fëmijëve, do të ishin 13-14 vjeçar. E shkrepi pa dashje Kalashnikovin, vrau një shok dhe plagosi një shok tjetër. Domethënë, atëherë filluam që ta kuptonim dëmin që vinte nga rrjetet sociale. Po atëherë kush do protestoj nesër me Berishën? Tani, Berisha i ka bërë thirrje nxënësve të shkollës. Domethënë kjo është një lloj, le të themi, arsye 100% e saktë që prokuroria ta marrë në përgjegjësi penale vetëm për të deklaratën. Domethënë, Berisha kërkon të bëj protest me fëmijët, pra duke ju thënë fëmijëve që jeni në rrugë të drejtë, jeni mirë, dhe të kundërshtoj veç të tjerave stafin mësimor të shkollave dhe prindrit. Tani, TikToku, le të themi të vërtetën, ka qenë ankth për këto pak kohë që është përdorur në Shqipëri, këto 2-3 vjet që është përdorur TikToku dhe disa platforma tjera të ngjashme, janë ankthi i mësimdhënësve shqiptar, janë ankthi i prindërve shqiptar. Për shembull, një rast konkret, në një shkollë që ma tregonte dikush një afërmi im, fëmia, pra prindi hap celularin e fëmijës dhe shikon video që i kishin përgatitur për të hedhur në TikTok. Nuk e di që nga shpikur një lojë TikToku që fëmijët kapin dhe hedhin njërin tjetrin sipër, domethënë 3-4 kapin njërin prej fëmijëve dhe e hedhin lart dhe ideja është që ky duhet të bjerë në tokë pa vënë duar. Pra, në fakt, këto janë ngjarje të rënda që ndikojnë negativisht edhe te fëmijët, por Fatos më lejoj që në këtë diskutim të ftoj edhe Flogertin. Flogert, sot, me sa duket ballokumet kanë zgjuar bashën i cili ka shkuar herët në Elbasan, por mendoni se nesër thirrjet e familjarëve të viktimave në Gërdec do zgjojnë herët Berishën apo ndoshta edhe s'pak, dhe jo kjo protest, le të themi, qesharake për mbylljen e platformës TikTok? Berisha nuk fle për sa i përket Gërdecit, nuk e zë gjumin natën. Dhe kam përshtypjen se më shumë se ndikon 26 tjetër të humbura, që jam i bindur që nuk është i lumtur që ka ndodhur, se ka patur dhe Baxhanakun e ndjerë ndërmjet tjerëve.
ka të bëjë me fatin e të birit. Pra, çfarë ka ikur, të gjallët me të gjallët, të vdekurit me të vdekurit, shpirtin paqe gjithë atyre viktimave të pafajshme, por për doktorin rëndësi ka Shkëlzeni. Shkëlzeni që ka ngritur një fabrikë boronicash në Gërdec, kjo është një ironi tjetër fati, por që siç edhe në dokumentarin e shkëlqyer që kishte bërë Kolballa te Real Story para disa javësh, Trebicka i ndjerë, që po ashtu iku si ata 26 tjerët, teksa ishte për gjah në një zonë fushore, kodrinore, ku s'kishe nga vriteshe, tregon edhe një herë rëndësinë e kësaj çështje dhe përfshirjen e, siç thoshte Diveroli, përfshirjen e djalit të kryeministrit kohës në këtë Dhe pikërisht para një jave unë kam patur të ftuar në studio dhe avokatin Idaet Beqiri, i cili ka thënë se motra e Kosta Trebickës do të ngrej një kallëzim penal për vrasje ndaj Shkëlzen Berishës, Agron Kuliçit dhe vetë Sali Berishës. Okej, kjo është për ta çuar edhe më tej, dhe shqetësimi i doktorit lidhet posaçërisht me gjyqin e Fatmir Mediut, për cilin ka ardhur dhe Lasivitasi i famshëm. Nuk ka ardhur për të bërë këshilltarin e komunikimit, ka ardhur për të bërë shpëtimin e Fatmirit. Dhe problemi i doktorit dhe pagjumësia e tij lidhet pasgjithshmërisht me këtë çështje të hapur, me çështjen Gërdeci, që spaku urojmë që të mos kompleksohet nga sulmet e doktorit dhe të vazhdojë hetimet në të, si të gjithë tjerat, me të njëjtin pasion, me të njëjtin dëshirë, që ata 26 të humbura dhe familjet e tyre, ata të prehen të qeta dhe familjet e tyre më në fund thonë që kemi drejtësi. Tani, protesta që bëhen në ditën e një ngjarje të kopshme ku duhet ulet flamuri gjysmështis, janë asgjë tjetër veçse një prallë e sajuar përqendruar vëmendjen. Pra, doktorit nuk i bën përshtypje që të bëjë dhe i vepër penale duke ftuar minorenët të dalin në sheshe, të protestojnë për TikTok-un e të lenë mësimin, siç deklaron doktori, sepse mjafton që të heqi vëmendjen nga ngjarja tragjike e Gërdecit, ku çuditërisht ndër qindra mira baxhanak që ka në Republikën e Shqipërisë, qelloi pikërisht baxhanaku doktorit aty, dhe nga shumë një përmbesa djem vajza që kanë shqiptarët, pikërisht Diveroli fliste për djalin e kryeministrit të përfshirë në këtë lojë të madhe armësh, tregti armësh paligjshme, që përfundoi ashtu si përfundoi. Kështu që në këtë kuptim doktori nuk fle për Gërdecin, ti je i qartë. Por nuk e di ai dalin nëndër 26 jetë të humbura, por që i del në ëndër pa diskutim dosja që është atje e hapur me fraksion për Shkëlzen Berishën, kjo nuk e lejon ta vëri gjumin sy. Po Fatos, kishe diçka për të shtuar. E ka sqaruar që në datën 15 mars 2008, 2-3 orë pasi ka ndodhur Gërdeci. E ka sqaruar sakt. E para, ishte një kompani amerikane e cila menaxhonte Gërdecin dhe ishin shërbimet sekrete të vendeve dashakeqe ndaj Shqipërisë, të cilët e shkaktuan atë për t'i marrë pushtetin doktorit në bashkëpunim me komunistët e rinj. Kjo është numër 1. Numër 2 e ka sqaruar punën e baxhanakut vetë, që nuk e njifte, nuk e dinte fare që ishte baxhanaku vetë dhe nuk e kishte njohur asnjëherë. Dhe doktori në lidhje me të birin ka thënë që neokomunistët hapin fjalë për të më ngatruar në këto lloj historirash që nuk ka lidhje fare. Ndërkohë, në lidhje me atë motrën e të ndjerit Kosta Trebicka, do thoja që në varrimin e Kosta Trebickës kam qenë prezent si gazetar dhe madje e kam filmuar atë fjalën e fundit që motra e tij ka mbajtur tek varrezat e tufinës në momentin e varrosit, pra momentet e fundit të dhe aty e ka thënë shprehimisht që një aksident i mori jetën vllait tim. Pra uroj vërtet që ajo të jetë zgjuar tani, ku të gjithë mediat atëherë, në të paktën gazetarët, e thamë që Kosta Trebicka ka vdekur i vrarë dhe jo i aksidentuar. Ndërkohë, i vetmi njeri që i mshonte faktit të aksidentit ishte pikërisht e motra e tij. Më pas, vullën ja vuri dhe ai eksperti amerikan, Kevin Teter quhet,
eksperti amerikan, i cili doli në konkluzion pasi pyeti qenin e Kostas Trebickës dhe qeni i gjahut e tregoi historinë dhe tha që ishte aksident. Qartë. Flogert, dua që le të themi ta ndryshojmë paksa diskursin dhe të flasim për zhvillimet e fundit politike në vend. Ju në diskursin tuaj përmendet pikërisht konsulentin amerikan La Civita, por më herët ka qenë vetë Flamur Noka, i cili në një nga dalit e tij publike u shpreh se koalicioni me Gjuzin dhe Jeni Sherin është sugjeruar pikërisht nga konsulenti amerikan. Tani, Flogert, kjo zgjedhje e fortë që Partia Demokratike ka bërë, pra koalicioni Berisha, Gjuzi, Jeni Sheri, mendoni se në një farë mënyrë e ka trembur Edi Ramën, duke detyruar atë që vendin e tij ta vërë të parin në listën e sigurt të Tiranës? Kam përshtypjen se po. Edi Rama është trembur sepse Edi Rama do donte në garë, në përballje direkte, si fytyrën dhe si alternativën përballë tij, do donte Sali Berisha. Mirë, po kjo gjetje geniale e Lasivitasit doktorit që ka vendosur dy figurat kulluara si Selamin Janisheri dhe Kujtim Gjuzi si monumentet ose si simbolika e koalicionit madhështor të Sali Berishës, sigurisht që duhet ta ketë tronditur Edi Rama. Pra, çfarë ndodh në komunikim, Emiliano? Në komunikim ti do të bësh kontrastin në kundërshtarin. Dhe sigurisht që ndërton një fabull, ndërton një imazh, ndërton një narrativ dhe me atë i shkon shqiptarëve duke u thënë që pse do të më votosh mua dhe jo kundërshtarin. Dhe Rama ishte përgatitur që përballë të kishte doktorin dhe që ja trajtonte shqiptarëve si buf, si gogol, si e tjera me radhë. Mirë, po çfarë bëri ai amerikani doktorit? Treguar shumë inteligjent, futi dy lojtarë të rinj loj, futi Kujtim Gjuzin dhe Selami Janisherin, të cilët Rama nuk ka nga i kap. Domethënë vetmja gjë që ka arritur të kapi Rama nga këta dy janë mustaqet e Kujtimit. Dhe në këtë kuptim unë besoj se ka drejt Flamuri kur thotë që Rama domethënë është këshilluar nga amerikani, e besoj sepse amerikanët shquhen për këshilla të tilla të vyera, sepse e njohin mirë kontekstin në Shqipëri, aq më tepër që është i dërguar i Trumpit dhe i konservator si Kujtim Gjuzi nuk mund të mos ishte monumenti, ajo shtylla kryesore e fushatës së Sali Berishës. Pra, tani e besoj që e ka sjellë me vërtet Trumpi atë Lasivitasin, sepse ka shkuar dhe ka gjetur pikërisht konservatorin më të mirë që ka Republika e Shqipërisë për ta bërë praktikisht fytyrën e fushatës së doktorit kundër Ramës dhe Rama piskë ka punën. Fatos, ndërkohë, Dash Sula, me sa duket ka marrë një zartëzi nga Partia Demokratike, ai është larguar ndërkohë që në garën e Elbasanit për Partinë Demokratike ka hyrë maestro i Big Brotherit, por kush është vëllai i madh në këtë mes, Fatos? Flamur Noka apo Sali Berisha? Dhe a mendoni se kutinë e Pandorës do e hap Albana Vokshi? Pikërisht, të njëjtën gjë do mendoja unë. Domethënë është shumë e vështirë për ta përcaktuar nëse është Flamur Noka apo vetë Sali Berisha vëllai i madh, po mendoj domethënë që kjo është një ide brillante e vetë Berishës, nga ato idetë e tij brillante që ka gjithmonë përpara zgjedhjeve. Dhe një nga ato arsyet, nëse në Elbasan do fitoj 90% Partia Demokratike, atëherë dihet që ideja ka qenë e Berishës. Në qoftë se do humbi ashtu siç ka humbur gjithmonë, atëherë me siguri aleatët e kanë keq informuar dhe keq këshilluar Berishën, pasi Berisha vetë është i pagabushëm dhe ka treguar realisht në këto, le të themi, 35 vjet në politikën shqiptare, ai vetë nuk ka pranuar asnjë faj dhe realisht nuk ka asnjë faj dhe kur ndodh, pra siç thot populli, kur lind djalë të narroj, kur lind vajzë të rroj. Normalisht Berisha domethënë kështu e ka pak a shumë këtë idenë dhe bravo sepse e ka bërë një parti të tillë dhe e ka mbushur plot me njerëz të tillë, të cilët i mbajnë ISO në këto lloj deklaratash kaq qesharake që bën. Të paktën Dash Sula është një nga, le të themi, ka zgjedhur ata anën e djathtë, rrugën e djathtë dhe është një nga ata të cilët ka bërë më shumë për të djathtën në prefekturën e Elbasanit.
Pra është një nga, le të themi, ikonat e të djathtës në prefekturën e Elbasanit, pra në qarkun e Elbasanit. Dhe tani nuk di çfarë mund të themi më tepër për këtë. Ja, pikërisht në këtë moment unë dua edhe mendimin e Flogertit. Flogert, me sa duket të paktën edhe si lajmi fundit, Dash Sula është larguar nga nisma me Adriatik Lapaj dhe Shabanin, Shqipëria bëhet. Por, pyetja në këtë mes, Flogert është nëse kutinë e Pandorës, do jap Albana Vokshi, çfarë surprize do ketë për Dash Sulën? Dëgjoj, unë kam përshtypjen se Dash Sula te kutia e Pandorës do ketë vetëm një zarf të zi sërish dhe nuk do ketë zarf të bardhë. Pra, e mbytën Dashin me zarfa të zi. Ja jep vetës Dashi se po e bëjmë, na ke futur në një trip të çuditshëm, po Dashi se çka dhe një ngjeshmëri me Xhibanin, domethënë, ju ecën këtyre me zarfat e zi. Po për te batutave, Dashi bëri një gaf. Dhe njerëzit emocional bëjnë gafa dhe Dashi e bëri këtë. Por ama Dashi ka treguar diçka shumë të madhe me gafen emocionale që bëri. Tregoi një të vërtetë të madhe që e ka treguar edhe Ilir Klosi në Dibër, që ishte i treti, pra në zonë pasigurt, do fitonte pa diskutim u arratizte ai. E ka treguar edhe ky Kadiu i Tiranës, që donte patjetër në listë sigurt, se kishte dalë mirë te primarët. Po çfarë tregojnë këta që kanë dalë mirë te primarët, i fut doktorin lista të hapura dhe largohen. Këta tregojnë që Partia Demokratike nuk merr më shumë se sa listën e sigurt në çdo qark. Dhe praktikisht këta na tregojnë, e thonë, për sa kohë nuk futën garë, do të thotë që ata duan të jenë patjetër deputet, thot Dashi, dhe unë deputet mund të jem vetëm listë sigurt. Në qoftë se m'len listë pa sigurt, unë nuk fitoj. Atëherë ti nuk fiton ose se nuk ke vota dhe ne kemi besuar kohë deri tani, po unë besoj se Dashi i ka vota, ose sepse nuk beson që Partia Demokratike merr më shumë se 4 mandate në Elbasan. Dhe ajo që ka bërë Dashi, ajo që ka bërë Ilir Krosi në Dibër, ajo që ka bërë Kadiu në Tiranë, tregon që këta që janë më të votuarit e demokratëve, që kanë kontakt vazhdueshëm me demokratët, janë të bindur që Partia Demokratike nuk merr më shumë se listat e mbyllura në gjithë Shqipërinë. Pra, na kanë dhënë rezultatin. Na kanë thënë që ne nuk marrim dot më shumë se 46 mandate në gjithë Republikën. Kështu që edhe nëse vjen sërish në këtë kuadër, edhe nëse vjen sërish Dashi tek Kopeja, pra bashkohet Dashi në vathën e Partisë Demokratike, sërish nuk do ketë me këtë çiftohet, në kuptimin nuk do ketë si tërheqi një mandat, sepse gjitha vendet janë zënë. Mbetet për të parë në fakt se çfarë zhvillimesh të tjera do të ketë për këto ngjarje. Flogert Muça, faleminderit që ishit me mua në këtë komunikim të drejt për drejt. Fatos Mahmudaj, faleminderit që ishit drejt për drejt në ABC News. Faleminderit juve. Dhe është pikërisht ABC News.al adresa jonë zyrtare në internet, ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në kohë reale dhe po ashtu në kohë reale na dëgjoni edhe në frekuencën e radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët bashkë natën e mirë.